Atëherë dashur, rikthyem në studio dhe kam kënaqësinë të kem në emision sot Elmedina Shuaibin, e cila është CEO dhe po ashtu themeluese e Leading Ladies Foundation. Përshëndetje Elmedina, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Faleminderit shumë për ftesën Artemisa, edhe unë kam kënaqësinë të jem mysafire jotja. Atëherë Elmedina, unë e kam titulluar sot intervistën Gratë që udhëheqin dhe rrëthimi pas Leading Ladies Foundation, Empowering Women, më të gjitha këto mesazhe që faktikisht fondacioni edhe tenton të jap, apo jo? Bisedojmë pak se si filloi gjithçka. Iniciativë. Atëherë Artemisa, ideja për themelimin e fondacionit Leading Ladies ishte një reflektim i madh, buronte nga zemra ideja për ta themeluar. Gjatë përvojës time, gjatë karrierës time kam patur rastin të takoj vajza dhe gra të talentuara, të guximshme, me një potencial të jashtëzakonshëm, mirë po jo gjithmonë të përkrahura, të mbështetura, të inkurajuara dhe jo gjithmonë ju jepeshte mundësia dhe hapësira për ta realizuar ëndrrën e tyre dhe për ta treguar potencialin e tyre të vërtet. Shtysa fillestare që më shtyu realisht që tani si këtë nisëm buroj nga zemra, si grua, si profesioniste, që ja di shumë mirë vlerën se si është kur dikush beson tek ti. Dhe ja kështu lindi edhe ideja të krijojmë një platformë, të ndërtojmë një platformë ku gra dhe vajza të ndihen të mbështetura, të fuqizuara, të inkurajuara për të realizuar ëndrrën e tyre. Pra, fondacioni ynë ka për qëllim që të ndërtoj rrjet bashkëpunimi dhe të ndërtoj urë lidhëse. Domethënë, krejt qëllimi kryesor është fuqizimi i gruas dhe qëllimi tjetër është që të marrë rolin e merituar në shoqëri. Flasim për fuqizimin e gruas në shumë aspekte, apo jo? Nuk është se drejtohemi vetëm le të themi sepse ti je me profesion ekonomiste, nuk është se drejtohemi vetëm në këtë lëmi, po gjithandej ku kanë gratë nevojë, faktikisht tek ne gjithandej kemi nevojë që të kemi gra apo vajza, kemi përkrahje për to sepse edhe përballemi me paragjykime, me stereotipe të ndryshme. Patjetër Artemisa, fondacioni ynë është një proces gjithëpërfshirës, ne nuk jemi fokusuar vetëm në ekonomi, domethënë dimensioni ynë është edhe më i gjerë, si në përkrahja fuqizimi i gruas edhe në art, kulturë, sport, ndërmarrësi, sipërmarrje, marketing, menaxhment, në të gjitha sferat ku mendojmë se vajzat apo gratë kanë pengesa. Ne mendojmë që përmes programeve të mentorimit, aktiviteteve të ndryshme, forumeve, realizimit të disa aktiviteteve, tryezave të rrumbullakta, që do kemi prezente dhe gratë të sukseshme, lidere të dëshmuara në karrierat e tyre, për shkëmbim të përvojave, idejave, me qëllim që t'i frymëzojmë, t'i motivojmë edhe gra dhe vajza tjera që duan të hyjnë botës së biznesit. Kishte ndonjë moment, flasim fiks kur vendose që dua të nis këtë iniciativë të fondacioneshme, patjetër dhe po ashtu sa kemi të pranishme mbështetjen. Artemisa, ka pasur plot ashtu momente, ceka edhe më herë gjatë karrierës time kam pasur rastin të njoh shumë vajza dhe gra dhe gjithmonë thonim na duhet një mbështetje, një mbështetje dhe një dorë që do na ofrohet dhe një mbështetje që do na thotë se ti mundesh. Dhe kur shija se sa potencial humbet, e mendova si ide pse mos krijojmë një platformë ku vajza dhe gra do të ndihen të fuqizuara dhe të mbështetura. Dhe ja kështu ishte edhe kjo edhe ideja e gjithë kësaj nisme të mrekullueshme. Përkrahjen e kemi, mendoj nga i gjithçka, nga rrethi, nga shoqëria, nga të pranishmi që kanë qenë vetëse në eventin që do flasim pas pak dhe gjithandej në përgjithësi kur lajmi mori dhënë. Patjetër që po Artemisa, pa mbështetje nuk mund të realizohet asgjë. Fillimisht të duhet mbështetja familjare, mbështetja bashortit, familjes përreth, sepse si nënë dhe si grua edhe si profesioniste duhet të bësh balancin në mes jetës private dhe asaj profesionale. Dhe mendoj që këto dy role nuk janë në kontradikt, por e pasojnë njëra tjetrën, e pasurojnë njëra tjetrën. Kështu që mbështetje ka marrë edhe nga kolegët, nga shumë vajza dhe gra që jam në komunikim të përditshëm dhe që shpesh kemi diskutuar këto problematika që na tangojnë neve si shoqëri. Po përmend edhe rolin e nënës, besoj shumë e rëndësishme edhe për fëmijët e tu që të shohin një grua, një nënë kaq të fuqishme që udhëheq kësaj lloj iniciativash, fondacione që faktikisht vajzat dhe të gratë në përgjithësi përfitojnë nga këto.
Po, Artemisa, unë jam nënë e 2 djemve të mrekullueshëm, ata janë motivi që ne punojmë dhe angazhohemi, kështu që arsyeja kryesore janë ato, pastaj janë këto tjerat që I përmendëm më herët. Përmendë pak më herët që sepse fondacioni ka tashmë 1 vit, apo jo? Nga momenti I themelimit, po, nga 1 vit, mirë po presim që t'i kalojmë këto procedurat ligjore për që jenë aktiv 1 vjet, po për të pasuar me aktivitetet me projektet e ndryshme dhe me gjithë aktivitetet që mendojmë që do të kemi në fokus si fondacion. Atëherë pa kaluar akoma të aktivitetet që do zhvillojmë dhe se çfarë parashohim për fondacionin në përgjithësi, me çfarë do mirret, si do prezantohet, flasim pak për eventin që na u mbajt në Tetov, është eventi lançues, le të themi, apo jo, ku prezantuam edhe gra me shumë përvojë, me karrierë të, do të thonë, shumë të bollshme, le të themi, dhe po ashtu gra që kanë kaluar sfida të tëra për të arritur ku janë sot. Gjatë eventit lançimit promovimit të fondacionit Leading Ladies, e kishim në Tetov dhe ishte një atmosferë e shkëlqyeme, shumë me energji pozitive, u prit me shumë entuziazëm dhe emocion. Prezent kishim edhe panelistet tona të mrekullueshme që shfrytëzoj rastin edhe t'i përshëndes, të cilat e zbukuruan pjesën e panelit ton. Ato na dhanë mesazhe shumë të fuqishme, Artemisa, që mendoj se do të kenë efektin e duhur edhe do të na ndihmojnë për ta zhvilluar edhe aktivitetin tonë. Panelistit tonë janë gra të dëshmuara në karrierën e tyre, kanë pasur edhe sfidat, mirë po të gjitha ato sfida I kanë kapërcyer dhe janë të dëshmuara në karrierat e tyre. Mesazhet që u përcollën atë natë ishin shumë inkurajuese. Kam marrur mesazhe pas asaj dhe mesazhe të pafundme, falënderime, përqafime dhe gjatë bashkëbisedimeve, domethënë gjitha ato vajza dhe gratë më thonin na duhet diçka e tillë. Dhe mendoj se fondacioni jemi në momentin e duhur dhe mendoj që do të marrim honën e duhur. Kë kishim të ftuar apo panelistë dhe pse vendose pikërisht këto emra, këto personazhe? Artemisa, panelin tonë nderuan zonja të vërteta edhe bëm një mix të qyteteve. Kishim paneliste prej Gostivari, prej Tetove dhe prej Shkupi. Besoj se emrat veç më edhe I dim. Kishim zonja Gzime Fezi, një grua të suksesshme në botën e biznesit. Kishim ikonën e gazetarisë zonja Diana Toska. Gjithashtu kishim zonjën Elita Mashe, cila është një grua e dëshmuar në karrierën e saj, dhe gjithashtu Liridona Beqirin, një aktiviste dhe një vajzë e cila punon me shumë përkushtime dhe tek asociacioni Ezra që ka të bëjë me sensibilizimin e fushatave për kancerin e gjirit, për ndërgjegjësimin e kancerit e gjirit. Edhe për muajin që jemi. Prandaj edhe ky ishte edhe arsyeja që e bëm në muajin tetor, shfrytëzojmë rastin edhe të ndërgjegjësojmë gra dhe vajza që ishin prezent, të bëjnë kontrollat e duhura. Liridona dha mesazhe shumë të forta dhe shumë inkurajuese. E mikpritën ftesën, ishin të hapura ndaj ftesës së fondacionit që erdhi, sepse flasim për një fondacion që do rris, do mbështes, do udhëheq gra dhe do nxjisë vajza dhe gra të reja, apo edhe pse jo edhe më në moshë, por gjithsesi fondacioni për të funksionuar duhet dhe mbështetja pas. Që të japim përkraje duhet dhe të kemi përkraje. Patjetër, që po Artemisa, mbështetje kam marrur jashtëzakonisht shumë edhe nuk e prisja të tregoj drejta. Kishim një numër të konsiderueshëm të mysafirëve që ishin prezent në natën e lançimit të fondacionit, por gjithashtu pas kësaj ne jemi duke punuar për t'i zgjeruar bashkëpunimet edhe për t'i gjetur partneritetet tonë strategjik, bashkëpunime me shoqata tjera, organizata tjera, që gjitha janë pro kësaj nisme. Është e lehtë kjo pjesa, din të jetë sfiduese? Po, çdo gjë e bukur nuk vjen lehtë, Artemisa. Sidomos fillimet kërkojnë shumë durim, shumë punë edhe përkushtim. Mirë po, të gjitha këto sfide I kemi kapërcyer prej ndërtimit të strukturës, organizimit të strukturës organizative, ashtu siç e thash edhe
gjetjen e partnerëve strategjik edhe deri tek përballja me skepticizëm që shpesh herë din që ti përballin që din ti shoqërojnë këto nismat e reja, mirë po të gjithë këto i kemi kthyer në motivim. Kështu që nuk kemi asnjë pengesë në këtë aspekt. Siç edhe duhet të jetë. Ndoshta njëri edhe nga mesazhet e fondacionit mund të jetë. Ashtu. Domethënë ne mund të nga gjithë kjo mund të konstatojmë se edhe mesazhet që u përcollën në mbrëmjen e lançimit të fondacionit, mesazhet ishin të forta, se ne kemi shumë gra dhe vajza me potencial të jashtëzakonshëm, të talentuara, të guximshme, vetëm se duhet ju jepet hapësira dhe mundësia për ta shprehur potencialin e tyre dhe për t'i realizuar ëndrat e tyre. Para shumë për çfarë u fol apo çfarë mesazhe u përcollën gjatë eventit të promovimit? Të mbështesim njëra tjetrën, të guxojmë, të veprojmë, se leadershipi fillon me veprim dhe me guxim. Kështu që këto ishin disa mesazhe që u përcollën, besoj që shumica e masës që ishin prezent u inkurajuan, u motivuan. Mirë po kjo nuk do jetë e tëra, neve do të organizojmë edhe shumë evente tjera, edhe shumë organizime tjera me rjetizimin edhe jashtë përtej kufive, duke shkëmbyer përvojat edhe me gra tjera lidere që janë të dëshmuara në karrierat e tyre, dhe normal ata provoja t'i kemi prezente edhe në shoqërinë tonë. Kishim interesim tek eventi po dua di pak edhe mbi komentet, ndoshta mbi përshtypjen, mbi interesimin që gratë apo vajzat shfaqën pas eventit të promovimit, ndoshta edhe storje apo interesim që të jenë pjesë e fondacionit. Po, Artemisa, si thash edhe më herët, për kraj e kam pasur dhe vazhdoj të kem. Atë natë ne ja kaluam shumë mirë, pritëm me shumë emocion dhe entuziazëm të tregoj drejtën, edhe tani mezi pres që të nisim aktivitetin e radhës, që ato që u thanë atë ditë, do me thënë t'i konkretizojmë. Dhe besoj fort që kjo do në ndodhe për një periudhë shumë shkurtër. Të gjithë ato mesazhe, ato moto dhe slogane që ka u përmendën, të gjithë atyre do që përmbajmë, ky është fokusioni fondacionit, si unë personalisht edhe ekipi tim. Çfarë është hapi i radhës për fondacionin? Cilin? Po, Artemisa, ne kemi një sër aktivitetesh që planifikojmë të realizojmë përmes fondacionit tonë. Tani jemi në këtë periudhën e krijimit të partneriteteve strategjike që është shumë e rëndësishme për momentin, dhe pas kësaj mendojmë që të organizojmë tryeza tërbullakta, forume të ndryshme, aktivitetet me vajza të reja, kështu që do kemi shumë punë. Dhe të gjitha, mendoj të gjitha gratë apo vajzat që janë të interesuara duhet ta kenë parasysh, domethënë fondacionin, sepse siç e cekëm nuk mbylleni dhe nuk mbani vetëm në një fushë, por qoftë arsim, prandaj është shumë dimenzional, po, patjetër që po, prandaj është shumë dimenzionale dhe kështu që i mirëpresim të gjitha gratë dhe vajzat që kanë një vizion, ka një mision, ka një ëndër, ka një dëshirë. Fondacioni Leading Ladies është një derë kur do t'i mirëpret të gjitha ato vajza dhe gra që i përshëndesin nismën tonë. Jeni të hapur ndaj gjithkujt që ka një vizion apo një ide apo jo? Që po, Artemisa, kjo është edhe qëllimi jonë, do me thonë të mirëpresim pavarësisht asaj karrierës, stadit të karrierës se ku ndodhen vajzat apo gratë. Ne mirëpresim të gjitha ato që duan të rriten, të zhvillohen. Çfarëdo faze të jetës dhe po ashtu çfarëdo lloj moshe apo jo? Çfarëdo lloj moshe, nuk ka limit në këtë aspekt, domethënë kryesori ato të ndjejnë se janë të dobishme në shoqëri, ta kenë këtë vetbesim dhe ndërgjegje, dhe me punë të tjera merremi ne përmes programeve të mentorimit, workshopeve të ndryshme, ashtu si është organizimit të forumeve, tryezave të rrumbullakta me gra tjera lidere të sukseshme. Kur përmendim këto tryeza të rrumbullakta, këto forume, para shumë workshope, para shumë për çfarë mund bisedojmë, ta krijojmë një ide, para shumë çfarë mund të presim? Ashtu, Artemisa, këto workshope, plan programe, të gjitha këto do të jenë të fokusuara në ngritjen e vetdijes. Unë nuk mendoj se mbështetja e një vajze apo gruaje është vetëm mbështetja financiare apo ajo personale dhe profesionale. Në fakt, unë mendoj që mbështetja më e madhe është në atë që t'ja rrisësh vetbesimin dhe ndërgjegjen. Që t'i thuar se ti mundesh të bësh shumë për vendin tënd, për shoqërinë në të cilën ne jetojmë, nëse ne nuk e ngrisim zërin, kush do ta ngrisë? Kështu që ne mirëpresim të gjitha ata vajza dhe gra që, si thash edhe më herët, që e përqafojnë këtë nisëm. Sa rëndësishme është të kemi nisma të tilla, sa shohim të nevojshme në
ditët e sotme flasim? Është shumë e rëndësishme sepse kur një grua fuqizon një grua tjetër, ajo fuqizon një komunitet të gjerë. Kështu që edhe nisma e Fondacionit Leading Ladies do të jetë e shoqëruar edhe me një sër bashkëpunimesh, edhe institucionesh që ne patjetër ti krijojmë si bashkëpunim, nuk mund të funksionosh vetë. Edhe sa më shumë nisma të kemi, aq më shumë do të rritemi bashkë. Më thënë, është mirë të kemi sa më shumë nisma, është mirë, jo të garojmë, por faktikisht të fuqizojmë njëra tjetrën dhe përkrajmë. Unë do ju bashkangjitesha me gjithë shpirt dhe zemër të gjithë atyre vajzave dhe grave që kanë guxim, që të nisim një nisëm, do isha e para që do isha antarësuar, mos hezituar fare. E përmendë vetë sepse është njëri nga mesazhet apo jo kryesore, empowered women create stronger communities, domethënë gratë e fuqishme apo të fuqizuara krijojnë komunitete më të forta. Prandaj kur ecim bashkë e ndryshojmë rrugën, jo vetëm për veten, por edhe për shumë gra të tjera. Ashtu. Te kjo pjesa e rjetizimit apo krijimit të lidhjeve, sa shohim, domethënë, të nevojshme po edhe le të themi të pritshme apo të mirë pritshme nga të tjerë, nga këto domethënë lidhje që do krijoni, nga fondacionet apo organizatat e tjera. Po, Artimiso, gjatë kësaj periudhe veç jam në komunikim me disa organizata dhe shoqata jashtë për te kufive, janë shumë të mirëseardhura edhe nga ana e tyre, kështu që mjafton të kesh guxim dhe të di çfarë të kërkosh dhe besoj që rjetizimi nuk do jetë problem. Ky është qëllimi jon kryesor të rjetizohemi edhe për te kufive. Se do jetë shumë e vlefshme të këmbejmë provoja edhe me gra lidere jashtë kufive. Ashtu. Që besoj, andej vetë se qëndrojnë pak më mirë, apo jo në këtë aspekt? Ashtu, qëndrojnë shumë më mirë se ne mirë, po nuk besoj që edhe ne do ngelemi pas. Po përmend tryeza të ndryshme, forume, workshope, ku do fokusohemi më shumë? Domethënë, flasim për fuqizimin e grave, po për ta detajuar pak më tepër, për ta sjellur themi vizionin e këtij fondacioni në jetë. Çfarë hapa konkret le të themi duhet të ndërmarrë? Po, për fuqizimin e gruas, përmes programeve të edukimit dhe mentorimit. Ka plan programe të veçanta që të mësojnë se si të udhëheqish, si të drejtojsh një biznes, si të hapish një biznes dhe si të funksionosh dhe si të gjendesh në tregun tonë. Janë disa projekte që besoj që do t'i realizojnë për një periudhë të shkurtër kohore, sepse është shumë e nevojshme që më parë, domethënë fillimisht të nisim me pajisje të njohurive dhe diturive, pastaj përmes artit, prandaj thash që është shumë dimenzional, sepse arti të jep atë shpirtin e krijimtarisë, arsimimi të jep vetbesimin dhe provojën për të mësuar. Të gjitha këto, kur ndërthuren të gjitha këto sfera, atëherë besoj që nuk do mungojë suksesi dhe mendoj që plan programet të tilla do të kemi dhe fokusi do të jetë tek rritja e ndërgjegjes, zhvillimi i potencialit, frymëzimi, motivimi që shumë ka të bëjë. Dhe më thënë, të frymëzohesh, të motivohesh nga dikush, edhe unë jam frymëzuar dhe motivuar nga gra të suksesshme dhe lidere dhe të dëshmuara. Si që të duhet të jetë, apo të frymëzohemi nga njëra tjetra, çdo storje suksesi mund të jemi edhe ne ato storje suksesi. U frymëzuan vajzat që i kishim të pranishme në event, të rastisit të bisedojnë ndoshta pas eventit me to, nga cilat grup mosha kishim? Paqetër që po, Artimiso, unë edhe në ekipin tim kam vajza të mrekullueshme, janë shumë të reja, janë ende në studime dhe në përshkollat mesme. Më shohin si një motiv edhe ato për të arritur diçka në jetën e tyre. Jam në kontakt të përditshëm me vajza, po edhe me gra të moshave të ndryshme. E përshëndesin shumë këtë nisëm. Nuk e prisa që do pritet me kaq dashamirësi, të tregoj drejtën. Sfiduese deri më tani çfarë ka qenë më shumë? Sepse është një iniciativë e re, është fondacion, edhe kur kemi të bëjmë sidomos me fuqizimin e grave, edhe dim të hasim, siç e ceka me herë në stereotipe, paragjykime, vështirësi të ndryshme, çfarë ka qenë më sfiduese deri tash? Të tregoj drejtën, sfida nuk mund të them sfida më e madhe, por sfidë normal ka qenë edhe skepticizmi. Do të thonë që e ceka edhe më herët, mirë po të gjitha këto i kemi tekalu. Nga disa këto elemente edhe janë frymëzuar të eci përpara.
jo të ndalem. Po është e rëndësishme mënyra se si krijon strukturën organizative. Është shumë e rëndësishme me cilën do bashkëpunosh. Janë këto disa sfida që vazhdoj edhe t'i kemë, mirë po me një përkushtim të ekipit tim profesional dhe timin, besoj që do t'i kalojmë dhe gjitha këto sfida apo mungesa që i kemi për momentin, do t'i shndrojmë gjitha në mundësi. Kë kemi në ekip, nëse mund ta tregojmë, apo si është faktikisht organizimi i brendshëm i fondacionit? Po, fondacioni momentalisht, do me thonë, unë jam themeluesja e fondacioni dhe kemi edhe antarë tjerë të bordit, të cilët nuk do kësha dashur t'i bëj publike sot për një emision tjetër apo për një rast tjetër, mirë po janë persona, janë gra të gjitha të sukseshme, sepse ata do jenë motivi dhe modeli se si do t'i frymëzojnë edhe të tjerat. Dhe normal edhe presim edhe shumë bashkëpunime tjera dhe antarësime, që besoj që do t'i kemi për një periudhë të shkurtër kohore, sepse veç më tashmë kemi nisur edhe me punën në këtë aspekt të fondacionit. Po përmendin antarësime të reja, interesime të reja, si do përfshihen këto gra të reja, qofshin artiste, profesionistë, sepse po përmendim art, po përmendim arsimim, para shumë ku do e gjejnë veten të gjitha këto gra që duan të jenë qoftë pjesë e fondacionit apo të frymëzohen nga fondacioni? Artemisa, ka dy opsione për të bërë pjesë e fondacionit Lidi Nklidis. E para është website-i që ne kemi, ati kemi një kod, QR kod, që mund të skenohet dhe direkt të dërgon në linkun ku mundesh të antarësohesh. Mirë, po gjithashtu mund edhe të bësh pjesë e këtyre plan programeve, tryezave të rrumbullakta, forumeve të ndryshme. Edhe kjo është edhe në këtë formë mund të na bashkangjiten vajza dhe gratë që e përshëndesin këtë nisëm dhe janë pro kësaj nisme. Mund të djekin, dhe besoj edhe në rrjetet sociale, patjetër, në eventet e radhës, në organizimet e radhës, patjetër që do kemi edhe kyçi online, për shkak kohës që është shumë dinamike, njerëzit për t'ja arritur gjitha sendet, patjetër që të ketë edhe opsionin online. Varësisht edhe sepse varet edhe ku është, jo ashtu. Kështu që mos humbim asnjë grua dhe vajzë që dëshiron ati jetë pjesë e nismës tonë, do ta kemi në një të ardhme shumë të afërt, do ta kemi edhe këtë opcion. Me një kyçe online, do mundet të na ndjekë programet e mentorimit dhe asaj që e kemi organizuar. Thjesht po servirni gjithçka dhe sa më afër që gjitha vajzave grave që duan të jenë pjesë e fondacionit, që ta kenë sa më të lehtë kyçen dhe po ashtu fuqizimin. Patjetër. Do të thonë, këtu janë disa alternativa që ne i kemi në dispozicion. E kemi edhe website-in ku gjithkush mund të futet edhe mund të lexojë më shumë rreth fondacionit, për vizionin, misionin, qëllimet, objektivat, planet për të ardhmen e kështu me radhë. Kur e presim apo e parashojmë një projekt të radhës, çfarë do qoftë? Unë planifikoj që shumë shpejt ta realizoj Artemisa, por nuk mund të jap një periudhë kohore se mund të ndodhe kjo pas një muaji ose pas 2 muaje. Duhet të marrë një feedback nga organizata dhe institucionet me të cilët unë do të bashkëpunoj. Edhe pastaj jemi në koordinim për çdo aktivitet edhe për çdo organizim, patjetër që do jeni pjesë e ekipit tonë. Me shumë kënaqësi. Po përmendim fuqizimin e grave, empowering dhe gjithçka, sepse po afrohemi edhe fundit të bisedës, si e përkufizon qoftë ti apo edhe vetë fondacioni, si mund ta themi, çfarë është fuqizimi i grave? Për fuqizimin e gruas mund të them që është një bashkim diversiteti. Dhe me thonë arti, sporti, kultura, sipërmarrësia, ndërmarrësia. Këto janë gjithë elemente që ndërthuren dhe tregojnë se vajzat apo gratë nuk janë vetëm pjesëmarrëse, por ka një rol shumë të rëndësishëm dhe dominant në shoqërinë tonë. Dhe mendoj që përmes gërshëtimit të këtyre diversiteteve, ne do të arrijmë që të realizojmë ëndrrën tonë, ëndrrën e çdo vajze dhe gruaje. Mesazh shumë i bukur, fjalë shumë të qelluara dhe të ëmbla për ta përmbyllur këtë bisedë. Shumë kënaqësi që të kisha sot në emision. Falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi të jesh me mua. Vërtet kënaqësi për mua kur bisedoj të tilla tema, kur diskutoj të tilla iniciativa dhe uroj që veç të na shtohen.
Faleminderit shumë Artemisa për ftesën. Unë kisha kënaqësinë të jem mysafire jotja dhe faleminderit edhe për hapësirën mediatike. Unë do kisha dashur vetëm të bëj një apel të gjitha vajzat dhe gratë që të guxojnë, të mos presin momentin e duhur për ta krijojnë vetë atë. Çdo gjë e mirë dhe e bukur vjen me punë dhe përkushtim. Kështu që mendoj se të besojnë në vetveten dhe në potencialin e tyre. Unë këtyre fjalëve ju bashkangjitëm dhe unë, dhe siç duket Leading Ladies Foundation është një hapësirë e besueshme dhe e hapur për të gjitha gratë dhe vajzat që duan të jenë pjesë apo qoftë të marrin pjesë në projektet e tyre dhe të fuqizohen apo jo. Faleminderit që Artemisa, faleminderit shumë. Faleminderit një herë. E dashur të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes edhe për sot, duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të premten në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.